Në mesën e aktiviteteve të shumta sportive të cilat i zhvillojnë në Gjakov, kësaj radhe Esma Uvës, trajnere profesionale e fitnessit, ka vendosur të vizitojë studion e aerobisë dhe fitnessit Vita. E përveç vizitës, anëtarët e kësaj studio patën mundësinë të dëgjonin këshillat e Esmës për do të zhvillohen seancë të ushtrimeve dhe meditimit. Për barkun e ju, për shpirtin e ju, qysh mi pastru, qysh mi hap zemrën. Vetë ajo u shpreh e lumtur që ishte në mesën e këtyre grave të moshave të ndryshme. Sot i mësova frymëmarrjen, qysh me marr frymë, qysh mi pastru shpirtin e tyne, qysh mi shliru mendjen e tyne, qysh mi pas trupin e tyne ma vital. Sa qili që nuk ka limit, aq kisha pas dëshirë mi taku krejt femnat e Gjakovës. Kua nuk kem maftë me aftushme, por besoj për lajmin që kum japë, sikur që japi gjithmonë, ndaj televizorave, ndaj ekipave, ndaj stacioneve, gjithmonë zoni jam, shkon shumë gjatë. Edhe di që një shpirt me bo me mësu, sa do me mësu, ai shpirt e ka ndru krejt botën e tëne. Ndërkas drejtuese a kësaj aerobie u shpreh nderuar me vizitën që u bëri Esma Uvës, për të cilën tha se njoftoi shumë vite më parë, kur edhe zhvillonin aktivitete sportive në Gjakov. Tash vetë sinonimi i dukjes edhe këshillave që i dha Esma sot është quhet vitalitet dhe të jetuarit dhe të eksploruarit si dhe të ushtruarit e të menduarit gjatë jetës. Stili i të jetuarit Esmës, që është ekzemplar, edhe e njoh qysh para luftës, ku për herë të parë e njofta erdhi rastësisht te familja e saj, edhe ndëgjoj që unë kam fillu me instruksionet e aerobisë në ato kona. Unë isha profesoresh edukatës fizike, fillova autodidakt me aerobin, nuk na mësoi fakulteti aerobin, unë vetë me CD me kaseta, kam rastis me pas instruktore për kohë të shkurt, Esmen dhe ko pas kohë rrim e në këshillat vazhdueshme. Në këtë aktivitet sportiv i pranishëm ishte një ndër profesorët e parë të Esmës, Afrim Valla. Madje ai u tregoi edhe disa fotografi të vjetra me të në fillimet e aktiviteteve sportive të saj. Mos pari dallimi i juaj në atë kohë para 36 viteve, kur unë isha profesori i saj i parë edukatës fizike dhe trajneri i parë i kësaj në klubin atletik Vllaznimi, me dallimin e sot është një dallim shumë i madh, edhe ta quaj ashtu ekstravagant. Prandaj unë edhe pata edhe fatin të takoj sot edhe një 2 ditë përpara, edhe të gjithë të jemi të lumtur që kemi një trajnere e fitnessit, një profesoresh, një doktor. E gratë pjesëmarrëse gjatë vizitës së Esma Uvës në aerobin Vita, u ndonë të kënaqura me këshillat e saj, të cilat thanë se do t'i mbajnë në mend gjithmonë.